Kam denjur edhe pa ngrënë, rrëfimi i prekës i Ermonela Jahos, kërkova punë si kamariere. Në një rrëfim të ndjerë, sopranoja e shuar shqiptare Ermonela Jaho ka treguar disa momente të vështira nga jeta e saj si studente në Konservatorin e Romës. Ju luta mësuesve që kisha të punoja me ta në Mantova, që jam gati të punoj babysitter dhe kamariere, ka qenë e vështirë sepse humba edhe dokumentet që ndërrova. Familja ku qëndrova kishte probleme me divorcin dhe kam denjur edhe një javë pa ngrënë, tha artistja e njohur. Një tjetër moment i vështirë për të cilën ajo thot se ka qarë ishte certifikata që ambasada shqiptare ja refuzoi. Ermonela tha se këtë dokument ja kërkonte shkolla, e megjithse shteti shqiptar i kërkoi të kthehej, drejtori i Konservatorit të Romës e lejoi të vazhdonte shkollën duke vlerësuar tek ajo pasionin për muzikën. Më duhej një certifikat nga ambasada shqiptare se më kishte skaduar viza. Kisha fituar konservatorin, nuk ma dhanë certifikatën, më kërkuan të kthehesha në Shqipëri. Kam vuajtur duke qarë në akademi tek sekretaria, duke i thënë drejtorit se unë dua të vazhdoja ndërtime. Ai u më përgjigj se do të dëshironte që fëmia im të kishte këtë pasion si ti. Ai ka vdekur dhe unë e kujtoj me mirënjohje, tha këngëtarja e muzikës operistike Ermonela Jaho. Rrëfimi Jahos. Ju luta mësuesve që kisha që të punoja me ta në Mantova, që jam gati të punoj babysitter dhe kamariere, ka qenë e vështirë sepse humba edhe dokumentet që ndërrova. Familja ku qëndrova kishte probleme me divorcin, kam dënjur edhe një javë pa ngrënë. Kam dënjur me dokumentet si student dhe kam dënjur pa ardhur në Shqipëri se nuk arrija t'i ktheja dokumentet as në ambasadën shqiptare, por i duruari i fituari dhe unë arrita fitova konkursin dhe u sistemuan gjërat. Më duhej një certifikat, kisha fituar konservatorin Santa Cecilia. Më duhej një certifikat nga ambasada shqiptare se më kishte skaduar viza. Kisha fituar konservatorin, nuk ma dhanë certifikatën, më kërkuan të kthehesha në Shqipëri. Kam vuajtur duke qarë në akademi tek sekretari, unë dua të vazhdoja ndërtime. Do doja që fëmia im të kishte këtë pasion si ti, më tha. Ai ka vdekur dhe unë e kujtoj me mirënjohje dhe më tha, për këtë pasion që ke ti do futesh në shkollë dhe zëre se e ke dokumentin.